mos pengoni punimet. Mos pengoni seancën. Fjala është për zotin Mazniku, fjala për procedurë nuk merret në mes të fjalës të kolegut. Jo, fjalën e ka marrë para procedurës. Po. E ka marrë fjalën, por ju nuk e lejoni ta mbaj. Lironi foltoren. Lironi foltoren për zotin Mazniku. Sqarimin ta bëj pas fjalës të zotit Mazniku, sepse zoti Mazniku e ka marrë fjalën, pavarësisht se nuk po e lejoni ju. Lironi foltoren. Lironi foltoren, procedurën pasi të përfundoj fjalën zoti Mazniku. Nuk e merrni dot kur të doni ju për procedurë. Keni 4 orë që e mbani për procedurë. Dhe s'keni thënë asgjë për procedurë. Pasi të përfundojmë sqarojeni. Lironi foltoren që të vjojmë, të dëgjoni diskutime, debatet. Nuk mund të vazhdojmë seancën në këtë gjendje, në këto kushte. Po pengoni seancën dhe po prishni seancën plenare shumë të rëndësishme me shumë çështje të rëndësishme për qytetarët. Zoti Balliu, këtë gjë mund ta bësh edhe te korridori. Ju lutem, këtë komunikim publik mund ta bëni dhe në ambientet tjera, të kuvendit ose jashtë kuvendit. Ju lutem lironi foltoren.